Lajmet që kanë qarkullu gjatë gjithë javës për yjet e showbizit në rubrikën e fundit të Mëthet e Thash vinë të komentuara nga dy gazetarët tonë, se çfarë po përfolet për estradën, ndiqni në vazhdim këtë rubrikë. Mirë mbrëma të dashur shikues të Prive Klan Kosova, ka ardhur koha për Mëthet e Thash bashkë me mua dhe me miftarin. Kemi me folë si çdo javë tjetër se çdo javë përsëritna. Po tani mandej kur të fillojnë lajmet nuk përsëritem më. Edhe mendimet të kena kështu kritike, ka njëherë miftari dhe s'ka njëherë jo, edhe lajmet të kena të ndryshme. Çka kemi të parën këtë javë? Të parën këtë javë kemi tajnën edhe një dron që është bërë gjithandej në rrjetet sociale që ka dalë, e që është për banorën e fermës Vep. Mimozën, për kënd tjetër. Kështu që e kemi pa edhe në fillimet e Mimozës në ferma Vep që ka fillu me këndu këngën e tajnës CI, edhe ka mjaftu kjo edhe tajnës mi dalë sigurt ato videot e Mimozës prej fermës, edhe tajna me bon një gest kogja interesant edhe kogja të mirë, për mi dhonë mbështetje Mimozës mrena këti formati. Për ndryshe kom pa tajnë nuk është hera pa që e kam bështet muzën në këtë rukëtim, se edhe me anë të komenteve ka reagu në videot e saj. Nëse nuk e shë moza, e shojnë të tjerët edhe sa do pak ndikën, duke qenë se gjithmonë ndjerë që një ftyrë publiki kërë simpatizon dikën, dhe fansat e tajnës në këtë rast anojnë ka moza. Të dytin, kemi komentu javën e kaluar me pushimet që është duhi bo DJ Geek ishi dashur i Dafinës me të dashurën e ti të re. Edhe je kanë te, ajo që kjallu du që sigur ka me pas në i propozim për martes, realisht ndodhe ajo që i ke thonë. Nuk aludoj shumë shpesh të miftari në se cilën emision, se cilën të shtune, po qatë herë që e thëm ja që loj. E vërtet. Jo, ajgore, po bëj se ka njëherë jahu që edhon, s'ka lidhje, po e rëndësishme është DJ Geek, vetë se ka vendosë me marrë një hap tjetër të rëndësishëm në jetë dhe në pushimet e ti në Maldivës, e boni pyetjen e famshme e pyetit të dashurën e tij se pranon ajo me u bë gruaja e tij tash, a kemi me pa dasëm këtë verë? Ti ani prap me aludun. Nuk është kjo e vetmja që është u përfol për këtë lidhje të DJ Geek. Momenti që i ka propozu ka qenë data 12 i këtij muaji, kështu që Dafina pa ditëlindjen 2 ditë mrapa propozimit, edhe gjitha portalet filluan me aludu që a ka qenë e qëllimshme kjo data e propozimit për fejesë në mes DJ Geekut edhe Olsës. 2 ditë ma herët e ka propozu, me kone kishtë Këto janë titujt, motër. Lajmi tjetër është për Butën. Do me thonë është kryetem e këtyre ditëve për shkak të arrestimit të tij edhe asaj përleshjes që ndodhej të shtunën e kalume në Ferizaj. Buta si buta, do me thonë, që ka mundu mu arratis për një moment, po që policia kanë qenë kogja ma të shpejt se buta për mu mshef, edhe kanë gjetë vendodhjen e tij dhe kanë arrestu, tash është në paraburgim për 30 ditë. Buta prej karrierës tij unë maj mend që kanë bu lajme jashtëzakonisht shumë portalet kur është martu, edhe të tjerat lidhen me qëtësin gjarje të zeza të jetës e ti. Me gjas është prej aty në repereve që nuk heziton me bo skandale, i bën ato, edhe mandej e interpreton edhe në këngë, që kemi pa në albumin e fundit. Kështu që pritet ky paraburgim çka po inspiron Butën për me sjell në mënyrë artistike për të ardhmen. Blero me përgjigjen e tij për martesat edhe lidhjet e mëhershme. Ka thonë bra? Ka thonë që është pishmon për lidhjet që i ka pas më herët. Të lanë me nënkuptu që është kogja pishmon, sidomos për lidhje me Afrona Dikën që ka pas, po edhe me Teuta Krasniqin që mes tyne është edhe një vajzë. E kjo deklarata pak më bani me një farë pikpyetje që, okej, keni pas një të kalume si me Teutën, si me Afronën, po të paktën lidhja me Teutën nuk mundesh me qu qaq poshtë që shtojmë me një fjalë, të e marrë parasysh që në mes e keni një vajzë, dhe vajza nuk është e vogël që mos mi kuptu sidomos çdo lloj deklarata që japën prej Blerës. Plus që tash një fëmijë tjetër në mes të një çifti, ku pjesë e çiftit është Blero, është duke ardhur sepse gruaja e tij veç se e ka paralajmëruar që e ka bëu publike kështu në rrjetet sociale që është shtatzon edhe është të e prit një fëmijë bashkë me Bleron. Zakonisht shkret tituj kur u martu Blero që të herën e fundit. Jo në konë që gruaja e tij është shtatzon, se pak i breke barku i rumbullaksum. Na shpesh kemi hezitu me mendu që ashtu se barku na rumbullaksohet edhe pak o shtatzon. Po qa që ajo e pranoj vetë edhe jo në muajt e fundit të shtatzanis, kështu që Blero tash po vjen
me një titull të ri në jetë që nuk është për herë të parë se po e përjeton, ai I babaj. Ka që kishim sa I përket kësaj, më të thash, kësaj rubrike në fund, prej me Miftarit, natën e mirë, e shihemi javën tjetër. Mos harroni, me na ndjek në kanalin zyrtar të Klan Kosovës në YouTube. Se po ma drejtë në gishtin, se s'm le mu. Nejse tani. Natën e mirë, shihemi javën tjetër.